Ishte e pritshme që zoti Rama nuk do ta lëshonte zonjën Balluku, pra nuk do jepte autorizimin për që ajo të përballej me një masë sigurie ashtu siç kërkonte prokuroria e posaçme. Kjo u duk që në momentin e parë, që në momentin kur prokuroria, kur ai shfaqi mosbesim ose nervozizëm po deshët ju, kur ankimoi vendimin, kur ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës së shkallës së parë, atë të pezullimit nga detyra, dhe aty ai nisi edhe linçimin ndaj publik, ndaj prokurorëve, ndaj gjyqtarëve, dhe më pastaj ju e dini që me kërkesën që prokuroria e posaçme ju drejtua Kuvendit të Shqipërisë, filloi dhe situata u agravua më shumë dhe kryeministri e rriti dozën e sulmeve ndaj prokurorisë posaçme edhe në gjykatave në përgjithësi ose gjykatës posaçme në përgjithësi, dhe kështu që u kuptua se majoranca nuk do ta lëshonte zonjën Balluku dhe s'kishte më asnjë dyshim që mbledhja e djeshme ishte thjesht një show, por të gjithë ne, të paktën ne që jemi avokat, që kemi procese gjyqësore çdo ditë tek ajo prokurori dhe gjykatat shqiptare, e kuptuam që zoti Rama ishte shfaqja e fundit që ai bëri për çështje Balluku dje, ku edhe me gestin e mbylljes atij bllokut ose asaj dosje kur sa që nuk do ta përmend kërkesën, ishte edhe fjala e fundit. Që nuk ishte më asnjë dyshim për ne që e njohim qoftë zoti Rama, qoftë procedurën, por edhe në tërësi kushtetutën dhe ligjet, që ai nuk do ta pranonte, sepse nuk ka asnjë kuptim që ti të zvarrisësh në limitet e përfundimit të afatit 3 mujor, një çështje kur e cila nuk kërkon asnjë një kërkesë, e cila mund të ishte zgjidhur brenda 2 ditësh. Dhe kështu që kur ajo nuk u zgjidh në momentin e parë, kur prokuroria kërkoi dhe relatoi para komisionit të mandateve, atëre normalisht të gjithë një njeri që ka paktën një që punon logjika në mënyrë normale, e kuptoi që majoranca po bënte skenime të ndryshme, jo gjykata kushtetuese, jo po. Dale të presim atë e këtë, u kuptuaj që nuk do ta lëshonte zonjën Balluku. Pra, gjithë telenovela do përfundoi dje dhe në datën 12 thjesht do jetë një parlamenti do thënë një arenë, mund të themi jo vetëm diskutimesh, por dhe një arenë përveshjes